Jetmiri Saj sot për të festuar 70 vjetorin e trajnerit tuaj të parë, Zevgjonit. Besoj që është knatësi të mbjellësh për vjetor të tillë, por edhe për të kujtuar shumë gjëra me brezin tuaj të shokut. Herën radhë parë, ju urojmë profesorit jetë gjatë të lumtur, familjarisht, edhe në shëndet të ketë. Më bën mirë që tradita vazhdon. Më thënë se kjo është ritual i përvritshëm, më thënë që ne edhe kur s'kemi ditë lindje në raste të tilla, më thënë, edhe mbledhemi shpesh herë si brez i vjetër që kemi qenë. Është mirë se takojmë pasi edhe kjo jeta ka ardhur e tillë që jena shpërndar disa në vende të ndryshme, unë Tiranë, disa ne, disa këtu. E takona kujtojmë me nostalgji ditët e ardha që kena kaluar, domethënë, qoftë në sport, qoftë edhe sepse misia jonë ka qenë edhe jashtë sportit. Ka qenë misi e pastër, e sinqertë. Tash i kujtojmë ato ditë, ato vite me nostalgji të madhe. Duket se Zevgjoni është trajneri jo vetëm i titullit kampion, por edhe i mbledhjes, i mënyrës se si ka funksionuar dhe funksionon ky brez sportistësh. Është e vërtetë, domethënë, ai qysh fëmijë, domethënë, ai na ka organizuar, na ka mbledh gjithë, na ka ndihmu qoftë me të gjitha, na ka plotësuar gjitha kushtet për atë kohë që ka qenë, domethënë, me grumullime për të mirën e sportit, edhe për të mirën e Shkodrës, domethënë. Edhe rezultatet kanë treguar punën, ai ka qenë, domethënë, organizatori i gjitha gjërave. Jetmiri Saj, besoj që ruani shumë kujtime të bukura nga periudha e sportit. Kujtimet nga më të bukurat, nga më të mirat, nga më të ndryshmet, edhe me pak fjalë legjend, domethënë, gjithë edhe ai, po edhe si brez, edhe si shok, domethënë, i kena gjithë kompakt, gjithë pa përsëritshëm, besoj unë. Por ndoshta është edhe më shej modestie, domethënë, po kështu e perceptojmë, kështu e mendojmë, domethënë. Cili ka qenë momenti më i veçantë dhe ndoshta më i lumtur i karrierës sportive të Jetmiri Saj? Po kanë qenë shumëta, domethënë, ato momente, qoftë edhe të mira apo të këqija, po një ndër ato, domethënë, më i mend për profesorit ishte një ndeshje para mehet, ishte humi i bukser Joni, edhe ishte si më thënë, ishte si me nerva, dalë në ring me te, unë kam qenë shumë i qetë, edhe kur kam dalë në ring edhe gjatë boksit, edhe ngacmoj, i thamë, profesor, që të bëj? E pyes, profesor, që të bëj? Se gjithmonë na flitet, domethënë, sportiste bëj, domethënë, lëviz këtë, kujdes e smaj, domethënë, na e porositë gjatë neshës, e pyesun edhe për me ngacmuar, isha i qetë. I thamë, profesor, që të bëj? Hecë marrë të bënë që durë, ti e din vetë që të bësh. S'kam që të thëmë ty, domethënë, thotë, edhe i shu, domethënë, gjana tjera. Jetmiri Saj mbaj mend një noftë që Indiri Ahmet Golemi ju kishte dhënë, sepse duke parë në ring në mënyrën se si boksionit, ju krahasonte me Cassius Clay. Cassius Clay, ndoshta mirë, dakord, kam shumë më kanë thënë që ke imituar të, edhe ndoshta edhe në stili, edhe bokser preferuar, sportist preferuar e kam pas, më thënë, po boksi që kam bërë, i ka ngjasu shumë, ajo është, më thënë, legjend, më thënë, po unë jam mundu, jo me e kopju atë, as me imitu, më thënë, ka qenë një version tjetër, po ka qenë një version tjetër jimi, më thënë, që kur, më thënë, është ngjasu si Muhammed Alia, më thënë, por kjo ka arrit, më thënë, vetëm falë punës, edhe falë vullnetit tim, më thënë, në palestër, edhe se nuk do kësha bërë kur as i gjë në sportin e boksit, po andimin e shokëve. Sepse kur ke grup mirë, kur ke sportistat mirë që të rrethojnë, më thënë, normalisht detyrimisht do bëhesh edhe ti i mirë, më thënë, por... Jetmiri Saj, faleminderit. Faleminderit ty, Gjergj, për gjitha gjërat, për gjitha kronika që na ke dedikuar, gjithmonë ke qenë mik, dashamirës, ki marrë pjesë gjithmonë të ato eventet tona, shumë faleminderit ty.